Detajet e reja kanë dalë në dritë lidhur me ngjarjen tragjike ku 31 vjeçari ka humbur jetën, dyshohet si pasojë e kontaktit me rrymën elektrike. Viktima është Igli Gjoca nga Bajka i Delvinës, i cili ushtronte aktivitetin e tij si pronar i një servisi automjetesh në zonën e Vrionit. Sipas informacioneve paraprake, i riu është transportuar me urgjencë drejt spitalit në Sarand, menjëherë pas incidentit, por fatkeqësisht nuk ka mundur të mbijetoj plagëve të marra. Autoritetet po punojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar shkaqet e sakta të aksidentit. Humbja e tij ka shkaktuar dhimbje të madhe te familjarët dhe të afërmit. Igli Gjoca ishte i martuar dhe priste të bëhej babai një vajze, çka e bën këtë ngjarje edhe më të rëndë për të gjithë ata që e njihin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.